thoja që liria e shprehjes është një nga të drejtat më të rëndësishme të njeriut, edhe nga më, po themi, diskutuarat dhe sot. Është shumë e rëndësishme për demokracinë, është shumë e rëndësishme për bashkëtesën qytetare. Sigurisht, si me çdo të drejtë edhe me lirinë e fjalës mund të abuzohet, mirë po, unë kam përshtypjen që duke qenë një drejtë kaq e rëndësishme, atëherë masat për korrektimin e saj nuk mund të jenë asnjëherë burgu apo masat maksimaliste. Do duhet që të kishim masa më të lehta dhe mbi të gjitha, po ju marr një shembull, imagjinoni një qytetar që del para sheshit kryesor të Tiranës, para kryeministrisë apo para parlamentit, edhe bërtet me sa ka fuqi. Edi Rama o hajdut. Mund dalë Edi Rama aty dhe thotë që ta hedhë edhe në gjyq atë fakirin, edhe kush e di sa vite burg do të bëj, qofse Edi Rama i hyn asaj pune, duke i thënë aty qytetarit, tani hajtë më vërteto mua aty me të gjitha komunikimi publik. Sigurisht që për gazetarët, për qytetarët. Nëse mund ta mbaroj. S'ka gjë, për të gjitha po flasim. Pra, ky dekriminalizimi i pjesshëm është vetëm për gazetarët e regjistruar, gjithë tjerët pastaj vazhdojnë sanksionet e natyrës penale. Kjo sigurisht jep më shumë pushtet se ç'duhet qeverisë, duke pas konsiderat dhe faktin që kur një qytetar ose një njeri i thjesht përballet në një gjyq me një njeri të pushtetshëm, ky njeriu i pushtetshëm, ministër, kryetar bashkie, kryeministër e kështu me radhë, ka shumë më tepër fuqi reale edhe ka shumë më tepër mundësi që ta ndikojë vendimin e gjykatës se sa qytetari i thjesht. Për sa i përket pastaj gjërave qesharake, se më pyete pak më herët për afrimin e legjislacionit me vendet e BE-s, dhe unë kujtua filmi Koncert vitin 36, ku kryetari i bashkisë bënte rezil një karrocier të shkret, se rrihte kalin, edhe i thoshte që se diti që kodi i ri penal oksidentale kështu me radhë që Altmadhnia e ka bërë me dorën e vet, e ndalon rrahjen e kuajve, dhe sigurisht qytetari më tepër nuk e kuptonte pse po i bërtisnin zyrën e bashkisë. Që të mendosh sot se ti mundet të shkosh deri në masa ekstreme, si burgu, për një qytetar që parkon dyshe, është surreale, faktikisht, dhe bëhet akoma dhe me rënd në kushtet e qyteteve si Tirana.